Para disa ditësh, vajza e Luizit dhe Kiarës festoi ditëlindjen e saj të parë në një festë të jetë madhështore. Por përveç festës madhështore, kritikat nuk munguan për veshjen e Kiarës. Dhe si gjithmonë për këtë, Kiara Tito zgjodhi që të reagojë publikisht në lidhje me këtë situatë. Në një postim të fundit në Instagram, Kiara ka publikuar një imazh nga sfilata e Chanel pranverë 2002, duke zbuluar se pikërisht nga ky stil është frymëzuar për fustanin që kishte veshur në festë. Për fustanin e ditëlindjes së lunës, u frymëzua nga një sfilate Chanel koleksioni pranverë i vitit 2002 për të gjithë kritikët, shkroi ajo me një dozë ironie. Duke sqaruar dhe një detaj që shumë kishin komentuar, ajo shton: "Dhe jo, nuk kisha vap, isha super e hat." Reagimi i saj duket se është një mesazh i qartë për të gjithë ata që komentojnë me negativitet pamjen apo zgjedhjet e saj. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se si Kiara ashtu dhe Luiz Elli janë mjaft të angazhuar me projektet e tyre si muzikore, ashtu edhe televizive.